Po gjenim anën që tani. Po përcaktonim drejtimet që në fillim të pjesës së dytë. Miq, ka nisur pjesa e dytë e emisionit E atë ne, do të vazhdojmë me rubrikat tona të ndryshme dhe interesante. Do të fokusohemi tek artizania dhe tek puna me dorë e artisteve, të qoftë të tapeteve, siç kemi sot, por jo vetëm. Ne në këtë rubrikë trajtojmë tema nga më interesantet, edhe përpiqemi të japim një vëmendje të rëndësishme kësaj pune, kaq është bukur në fakt kur edhe artizanati lidhet bukur me modën, por mbi të gjitha trashëgohet edhe vjen vit pas viti, edhe pas shumë dekadash vijon të mbetet një punë e bukur, një punë e cila duhet përgëzohet fakt për të gjithë ata që vijojnë ende dhe praktikojnë. Ne do të ndahemi tani me Antonetën sepse ajo do të kalojë në këndin e artizanatit dhe unë ndërkohë do të spostohem në këndin e modës, ku do të më pres pas pak edhe konsulentja e imazhit e Jona Mandia. Si jemi dashur. Po drejtojmë te këndi ku më pret Saimir Bakalli, me të cilin do të zhvillojmë bisedën, por fillimisht ndjekim sigletën. Saimiri është drejtor i Tradita ime artizanale dhe sot ka ardhur bashkë me disa prej punimeve që janë realizuar aty, mund të quajmë qilima. Qilima. Apo jo, nuk e di pse më ishte fiksuar që qilimat ishin vetëm ato që, jo këto që vinë si në formën e tapetit. Ishte një keqkuptim Ato im. janë si xhade, nëse i referohesh si xhade, se tapetin gjithë e dim çfarë është tapeti, ndërsa si xhadja është punim tjetër në fakt që është i karakteristik i zonës së Kukësit, ndërsa qilimat janë prodhuar gjithmonë në Shqipërinë e Mesme, se dhe tradita ime artizanale është në Elbasan, Shqipërinë e Mesme. Sot ke sjell disa punime shumë interesante, por të ndryshme nga njëra tjetra. Apo jo, janë realizuar nga zonja të ndryshme. Artizanet të vjetra, të cilat kanë eksperiencë dhe sipas porosisë së klientëve, ato dizenjojnë, ti themi, moderne dhe tradicionale. Sot ka filluar një trend shumë i ri për t'i ndërthurur bashkë dhe traditën dhe moderne dhe shpeshherë në qilima tradicional, për shembull, klientët vendosin dhe shkrimin e njerëzve të tyre të dashur. Nëse kanë dhuratë për një familjar, i vendosin emrin ose inicialet, ose kur është themeluar shtëpia ose kulla e tyre, vendosin vitin, edhe këto janë detaje që një qilim artizanal sot mund t'i ofrojë. Ose mund të shtojnë elemente të cilat mund t'jenë për shembull një simbol i caktuar që për ta mund t'jetë i rëndësishëm. Besojmë kanë edhe për pjesën e ngjyrave, mund të vendosin se çfarë ngjyra. Çdo gjë bëhet me dekor dhe shumica klientëve tashmë kanë zgjedhur të themi dekorin, sepse vetë arkitekti ja sugjeron të themi këto ngjyra të shkojnë me ambientin e shtëpisë apo të sallonit apo të bujtinës. E vërtet. E unë ndërkohë do i shoh secilën me radhë, do bëj një tip kontroll cilësie. Shumë interesante në fakt. Ky është nga punimet moderne. Të themi, është punim modern, i thjesht, klasik. Dizenjo është përcaktuar nga zonjat, apo është dizenjo e kërkuar nga klienti? Nga klient. Ka një trashësi të konsiderueshme, ku po flisnim pak më parë, thej që i ka një konsistencë që të bën që ti të mos rrshkasësh. Një gjë që na thonë klientët për herë kur vinë për të parë ekspozitën tonë në qendër të qytetit të Elbasanit apo dhe online kur na kontaktojnë tek Tradita ime artizanale. A rrshket qilimi? Sepse neve të gjithë kur jemi rritur me qilimat e kohës më përpara, ka qenë një model tjetër i punuar, që ishte modeli i vendit, dhe qilimi ishte i hollë, dhe ai rrshqiste. Ndërkohë, qilimat që prodhoheshin për eksport, ishin qilimat të trashë, të ngjeshur fort dhe një punim ndryshe. Dhe neve tashmë bëjmë vetëm qilimat të këtij lloji modeli që nuk rrshkasin, dhe nëse ti hedh ujë për shembull, uji nuk depërton dot qilimin. Dhe nëse e vendosim në këmbë një qilim të tillë, dhe kjo është një gjë shumë interesante, qilimi qëndron, është fiksi tapeti, qëndron në këmbë, se ishte prof momentale. Ja, nëse do ta vendosim kështu, ai nuk lëviz, domethënë dhe nuk bie, që do të thotë dhe nuk rrshket. Dhe po ta shikojmë, nuk rrshket. Ja, bëj një testim unë. Sepse meraku që klientët kanë dhe i kanë mbetur është fakti që qilimi rrshket. Tani, madhësia e këtyre qilimave është e njëjtë me atë, apo janë të ndryshëm? Janë të ndryshëm, sepse sot klientët, duke qenë se qilimi ka dhe një kosto pak të shtrenjtë,
mundohen që ta bëjnë sipas perimetrit të dhomës dhe të mos shkoj asgjë dëm. Ti themi siç i bëshim neve përpara që i vendosim poshtë divanit apo e mbulonin. Pse? Sepse sot kjo është kosto. Po mirë, se ajo ka qenë përpara edhe sepse rëshkiste qilimi dhe që të qëndronte mbaj tek pjesa e divanit. Do të flasim tani edhe për këtë qilimin që është në ngjyrë blu, ka elemente të brendeve të huaja, po. Se klienti kishte dekorin në shtëpisë me Versace dhe donte që dhe qilimi të kishte të njëjtat dekore që i gjithë ambienti të arredoheshe në të njëjtën mënyrë. Qilim Versace. Do më thëmë përna i thash, është edhe modernja dhe tradicionalja e thurur në tezgja. E vërtet, shumë i bukur, edhe ky dhe ngjyrat janë kombinuar në mënyrë perfekte. Do të kalojmë tani tek qilimi i cili është shtruar, ky. Ta shojmë pak, goxha i rënd në fakt. Unë kam qilim nga stërgjyshja ime në shtëpi dhe është vërtet ajo që thej që është i lehtë, ngjasi një batanie shumë e lehtë. Ndërkohë ky ka një konsistencë shumë të madhe dhe ky është tipik edhe për pjesën e dizenjos. Po, dhe ky është tradicionali jon shqiptar, shumica e familjeve shqiptare me këtë modelin, ky quhet modeli rrot, sepse ose romb, janë rritur dhe kanë dhe me ngjyra të ndryshme. Domethënë sot ne mund të kemi individ që i kanë këto qilima në modelet në ngjyra të ndryshme, por i njëjti model. Dhe kjo është e bukura. Le të flasim pak për materialin. Çfarë materialesh përdoren për këto qilima? Materiali që neve përdorim është 100% lesh delje, i cili në disa raste është i pangjyrosur, që do të thotë leshi i bardhë, i zi, gria, ndërsa ngjyrat pastaj sigurisht ngjyrosen në mënyrë që të jetë sa më konsistent. Dhe nëse neve duam ta lajmë një qilim, sepse ky është edhe një nga meraqet që shumica e klientëve kanë, se si lahet qilimi, a do ma nxjerri në kushte shtëpie, a do ma nxjerri ngjyrën apo jo, tashmë ngjyrosja e tyre siguron dhe cilësi të lartë. Mjafton që neve të mos i lajmë me ujë të nxehtë apo t'i fusim në lavatrice, sepse sigurisht nëse fut një qilim leshi në lavatrice, çdo gjë leshi po e fut në lavatrice edhe një bluzë. Po disa klientë nuk e dinë për shembull dhe sigurisht mundohen të pyesim paraprakisht, po neve gjithmonë i sqarojmë. Larja bëhet në disa mënyra. E para është me ujë të ftohtë dhe me uthull, molle. Po. Mund të lahet në lavazhe të cilat janë të specializuara për larjen e tyre dhe tashmë kur themi lavazh, nuk kemi parasysh për t'i larë me stek, por lavazh të cilët kanë makineri që i fusin dhe bëjnë një larje super larje. E vërtet e ndërkohë po. Dhe e fundit është në borë. Nëse jemi në vende malore, e nxjerrim qilimin, e vendosim në borë, e pastrojmë me borë, është larja më ideale dhe më perfekte që mund t'i bësh një qilimit dhe qilimi ka diçka të bukur. Kur ti e lan, ai merr shkëlqimin e mëparshëm dhe duket sikur është i ri akoma dhe më i bukur, sepse leshi ka këto veti në vetvete. Interesante. Ndërkohë, unë më mori vëmendjen etiketa e cila shkruan duke bler këtë produkt ti kontribuon për të ruajtur traditën dhe mbështet një grua. Sepse neve, tek tradita ime artizanale, duke qenë se jemi pjesë e fondacionit Gjostin, kemi misionin që të ruajmë traditën, të mbështesim gratë dhe duke shitur këto produkte, neve kemi mundësi që artizanët e vjetër të qëndrojnë në punë. Por dhe zonja apo vajzat të cilat dëshirojnë të marrin një profesion apo të mësojnë, kanë mundësi të bëhen pjesë e kësaj sipërmarrje. Kjo është qëllimi i etiketës, domethënë ti nuk thjesht po blen një produkt, po ti rreth parë ruan traditën e vendit tënd, më pas mbështet një grua, një artizane, e cila ka një familje, ka dhe një fëmijë, sepse kemi artizan dhe kemi zonja që vinë nga situata të vështira sociale ekonomike dhe kur neve i ofrojmë një mundësi punësimi, i ofrojmë dhe një mundësi integrimi. Kjo është qëllimi, domethënë, nuk është qëllimi jonë fitimi i shitjes së qilimave. Tani, këto qilima realizohen me anë të tezgjaut. Ose vegji, siç e thojnë në disa zonat, ose vek përdoret, por tezgjau në Shqipërinë e mesme është terminologjia që kuptohet më tepër. Për një qilim punon vetëm një zonja apo për nga 1 deri në 3 zonja. Dhe sa mund të zgjasë procesi për përfunduar një qilim që ka përmasat atij që kemi shtruar? Atëherë, për të nisur një qilim, sigurisht fillohet nga pjesa e parë, që është kjo fija, që themi neve në gjuhën e artizanatit, i themi maja, dhe kjo është një fije e fortë që nuk putet,
Dhe për ta bërë këtë që të lidhet qilimi, artizania fillon dhe e end këtë fijen, këtë majën në gjuhën teknike, e end në natyrë dhe shkon nga njëri cep në tjetrin duke ardhur dhe duke endur. Endja është duke numëruar të gjitha të gjitha dhëmbzat që ka të zgjahu. Ajo e di që një të zgjahë 1,5 metër do 100 fije. Është shembull thjesht për ta kuptuar. Dhe do bëj 100 xhiro për të bërë këto fijet. E bëri këtë dhe del në formën e një gërsheti. Më pas, këtë lloj procesi e merr dhe e vendos po me dorë në të zgjah. Dhe çdo fije nga kjo hyn në një tek maja e krërit, quhet krëhër, sepse fijet hyn në këtë lloj mënyre, kështu. Dhe ajo i numëron një fije të bëj gabim, ajo e prish gjithë punën dhe i kthehet nga fillimi. Dhe mbasi u bë kjo pjesa e parë, ja, në këtë lloj mënyre duket, ja, vetëm fijet fillon dhe end të qilimin. Qilimi sigurisht ka dalë në një skem, në një model, se si do jetë, ti themi çdo lloj detaj, dhe mbasi fillon procesin e punës, fillon dhe numëron këto fijet. Këto fijet numërohen për të bërë një kuadrat të tillë. Po marr shembull këtë kuadratin, dhe ky kuadrati do t'i themi 7 fije. Dhe numëron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe hedh fijen tek 7 e hedh këtë leshin tek 7 fije. Por procesi është matematik në vetvete, nuk është thjesht po endim qilima dhe është relaks. Do matematik të jashtëzakonshme. Do një përqendrim. Përqendrim sepse nëse ti numëron gabim, nuk të del kuadrati në këtë lloj dimensione dhe ti duhet ta shkepësh, ti kthehesh mbrapsht dhe ta fillosh nga fillimi. Është një punë e jashtëzakonshme, e lodhshme dhe shumë pak e paguar dhe e vlerësuar nga tregu. Pse? Sepse neve sot jemi mësuar të marrim një produkt që nuk është origjinal, mjafton të ketë një kosto të lirë, por nuk më intereson nëse ka vlera kulturore, nëse ka vlera për ambientin, sepse një qilim leshi sot është tepër ekologjik. Unë e përdor gjithmonë në fakt me miqt, por edhe me bashkëpunëtor, sepse në shtëpi bëra një prof. Kisha një qilim që e enda sipas preferencave të tua. Sipas dizenjës që unë isha arritur, dhe ishte pak a shumë ky lloj modeli, kombinova ngjyrat dhe te kuzhina kisha një tapet modern. Normal, dhe çfarë më ndodhte në mënyrë të pavetëdijshme, kur shkelja tek qilimi i leshit, më jepte një satisfaksion, një kënaqësi. Kur shkoja tek dhoma tjetër, sikur kishin diçka nga çorapet, dhe nuk e kuptoja nga më vinte. Dhe më pas u ula dhe e provova, sepse unë në profesion jam psikolog. Dhe thash, çfarë po ndodh që nuk ndjehem komod. Bëra analizën e ndjesive. Bëra analizën e ndjesive dhe ishte e vërtet. Sepse sot një qilim leshi, ne dhe pse kemi shumë alergji në shtëpitë tona. Sepse kemi produkte, kemi të cilat nuk janë natyrale. Që nuk janë natyrale dhe sigurisht në një farë mënyre sjellin edhe gjithë alergjitë. Për shembull, pluhuri i shtëpisë në qilim depërton shumë mirë dhe nuk ngrihet. Është një veti dhe më thonë ti ke një pajisje, ti themi në shtëpi, që të bën edhe gjithë të procesin kundër alergjive. Në rregull. Atëherë ishte një përshkrim i procesit, por edhe përfitimeve që ka në qoftë se ti merr një qilim të tillë. E pas ke mësuar procesin përmendësh? Në qoftë se mungon ndonjë nga zonjat do futesh e ti? Më kanë thënë në fakt zonjat artizane që sa i mirë do vish, thjesht ta provosh, por duke parë që do një përqendrim dhe ti ke dëshirën ta mbarosh, nëse ti do fillosh një kuadrat, ti nuk mund të çohesh dhe ta lesh për gjysmë. Dhe kam thënë, nuk do ta provoj deri në një moment të dytë, sepse kam dëshirë që këtë gjën ta promovojmë, sepse sot duhet ishin ato këtu për të folur, por emocionet që ato kanë dhe vështirësitë ndonjëherë, sepse ajo është thjesht për të thurur qilima, por për të folur për publikun, sigurisht kanë emocione dhe prandaj sot artizanati është shumë i vështirë. Se ti duhet kesh edhe aftësitë profesionale, po duhet kesh edhe aftësitë menaxheriale dhe të marketingut që ajo të ecë bashkë. Në fakt në çdo fushë vlen kjo. Marketingu është një gjë shumë e rëndësishme për të evidentuar vlerat dhe bëni mirë që i jeni përqendruar edhe tek pjesa e ekspozimit të çdo lloji të mire që
ka ky zanat. Ja, shikojmë një çantë për shembull që lexon Albania dhe neve kemi bërë për turistët, sepse kemi shumë turistë që duan të marrin diçka tradicionale. Dhe këtu ndërthurim ngjyrat me shkrimin, apo me qytetet siç është Elbasani, Berati, Tirana për shembull, i bëjmë çantat duke shkruar. E gjithë shkrimi është i endur në tezgja, nuk është një shkrim i stampuar. Kemi patur klientë që i kanë bërë fëmijëve të tyre të vegjël çanta kopshi të dizenjuara në tezgja me emrin e tyre dhe sigurisht fëmijë që nuk jetojnë në Shqipëri për të ruajtur traditën dhe për t'i dhënë. Meqense jemi këtu, ka elemente të tjerë që kërkojnë përveç qilimave dhe siç përmendet ti për çanta për shembull. Për çantat ne kemi edhe dy elementë shumë të rëndësishëm, të vetmit në Shqipëri mund të them, që bëjmë dyshekët prej leshi. Dyshek. Sepse neve jemi rritur me dyshekët e leshit dhe na ka ngelur që dysheku leshit mbase nuk është komod. Por sot me teknologjinë që ka leshi krihet dhe kur vendoset në dyshek, ai del në formën e një sfungjeri dhe minimalisht merr 40 deri në 50 kg lesh. Flasim lesh. Dhe kush ja di vlerën, sepse sigurisht ajo nuk është vetëm diçka tradicionale, por është diçka e cila ka vlera të jashtëzakonshme për trupin dhe shëndetin e njeriut. Për shembull, njerëzit që vuajnë nga reumatizma apo kanë probleme të tjera shëndetësore me trupin e tyre, leshi është i jashtëzakonshëm dhe diçka tjetër është që në verë të mban freskët, është e pabesueshme, por unë vetë kam. Po thua për dyshekun, që dysheku të mban freskët. Të mban, sepse neve mendojmë që është lesh dhe sigurisht kur të jetë verë unë do kem vap. Ose se në dimër sigurisht mund ta imagjinojmë që do na mbajë ngrohtë, por është e kundërta, domethënë na bën atë procesin dhe është tepër. Besoj edhe për pjesën e qilimave është shumë i sugjeruar dhe gjatë verës, meqense mban ka dhe freskët. E përsa i përket pjesës së klientelës, kryesisht ata që porosisin janë shqiptarë që rinë këtu, apo ata që rinë jashtë? Ata janë më të lidhur me traditën? Më të lidhur sepse në vetvete qilimi ka dhe një kosto të shtrejtë monetare dhe sot një person i cili është në Shqipëri mbase nuk mundet do ta përballojë, sepse një kosto një qilimi shkon nga 20.000 lekë deri në 45.000 lekë, 50.000 lekë të vjetra. E ndërkohë kemi pasur vazhdimisht në sfond punime të ndryshme, ndërkohë është edhe qeleshja. Neve mbështesim dhe artizantë të tjerë, duke qenë se kemi ekspozitën. Për shembull, aty kemi edhe një daulle apo darje dhe artizanët i bëjnë, i sjellin dhe neve jemi duke i dhënë mundësinë dhe artizanëve të tjerë në Elbasan dhe përtej, sepse sot artizanati është i pambështetur dhe këtë mbështetje ku mund ta marrë më mirë se sa tek një sipërmarrje sociale e cila mbështet dhe fuqizon artizanat. Qeleshja kam përshtypjen është nga më të kërkuarat apo jo? Po, dhe çfarë ndodh? Kemi dy modele. Kemi modelin tradicional të qeleshës, që është ajo ngjitur me darjen, me daullen, dhe kemi modelin tjetër që është fabrike. Dhe çfarë bëjmë? Neve i shpjegojmë klientit që ky modeli është 100%. Ai djathtas është fabrike? Po. Kurse këto të dyja tjerë dallojnë dhe me sy që janë industriale. Sepse sigurisht kostoja është më e lirë dhe neve i bëjmë... Domethënë, ai majtas që ka etiketën roz është tradicional, i bërë nga artizan dhe ndërsa dy të tjerët janë ato që gjen në supermarkete. Me çmime që ndoshta çmimin e kanë shumë të lirë, por nuk është qeleshja e duhur, është thjesht për një foto edhe imitimi i qeleshjes. Domethënë, por vlerat që ajo ka janë të jashtëzakonshme sepse është lesh, ndërkohë ajo tjetra nuk është prej leshi. Po, se në fakt, në vetvete atëherë nuk i kanë bërë vetëm për bukuri qeleshët, kanë pasur një funksion. Kështu që e para i ka dhe funksionet, por edhe vlerën e punës me dorë që është realizuar nga artizanët e ndryshëm. Artizanët të cilët kanë bërë edhe këto vepra arti, nëse mund të quajnë, sepse janë shumë të bukura, besoj ka persona që edhe i marrin për ti ekspozuar më shumë se sa thjesht për ti. Ka ndodhur diçka këto kohët e fundit që student arkitekturës, për shembull, duke mbrojtur temat e tyre të diplomave, kanë ardhur tek neve, tek artizanët, për t'i kthyer në qilima të vegjël, duke i futur dhe në kornizë dhe duke mbrojtur që ky lloj ekspozite i themi mund të endet dhe në një qilim, mund të endet dhe, domethënë, janë detaje që vetëm një mjeshtër mund ta bëjë, askush tjetër nuk mund t'i endi idenë e një arkitekti në një qilim. E vërtet. E megjithatë ne urojmë që të shtohet kërkesa e shqiptarëve për të blerë qilima, që mos të jetë aq e rrallë kjo si gjësa
përfundoj vetëm në kornizë dhe tjetë një gjë është edhe një dekor i bukur. Në fund të ditës ti mund ta dekorosh një dhomë të madhe dhe me një qilim të varur, nëse nuk do ta shtrosh. Mund t'i vendosësh detaje, për shembull, ne kemi biznesmen të cilët kanë porositur çanta me emrin e biznesit të tyre dhe në këtë mënyrë ai thotë unë po ruaj traditën, po mbështes artizanët dhe ndërkohë kur ta jep ty çantën, i ka bërë dhe personalizimin e emrit të biznesit të vet. Domethënë është edhe një mënyrë reklame. Mjafton që neve të kemi përqasjen e duhur kundrejt rrutjes së traditës dhe mbështetjes së artizanëve dhe mund t'i japim tjetër formë. Mjafton një dëshirë e mirë, një bon sens nga institucionet, nga bizneset, nga neve vetë. Po, duke i blerë, duke kërkuar produkte të tilla, të cilat janë shumë të bukura edhe në fund të ditës unike, janë unike. Dhe diçka të fundit... Na diferencojnë, kemi një qilim të personalizuar. Diçka të fundit, çfarë kemi bërë ne dhe kohët e fundit për të ruajtur ambientin dhe natyrën. Rrobat e vjetra, për shembull, nuk i hedhim, por i presim dhe bëjmë qilima prelecke. Dhe ajo del një diçka unikale, sepse ti aty ke edhe personalizimin e rrobave të vjetra që mund të kesh patur, dhe këto janë të mira për shembull për shtëpiat e plazhit, për në plazh, apo për në tualete, qilimat e leckës, sepse mund ta lash shumë mirë në lavatrice dhe është i jashtëzakonshëm, është unik. Megjithatë ne sot kishim vëmendjen tek qilima tradicional prej leshi dhe kaq ishte kjo hapësirë. Ju falenderoj sa i mirë që ishit pjesë e rubrikës sonë. Do të përpiqemi herës tjetër të bindim edhe artizanet që të vinë të na bashkojnë në studio. Tani është momenti të kalojmë në hapësirën e radhës, linja është për Ivën. Tani do të flasim për modën dhe do të vëmë përballë dy këngëtare me origjinë shqiptare por me famë botërore, por Sigleta në fillim.